Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd. Falëndrimi dhe lavdërimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ajo se ku kemi mbet në shpjegim të librit Ashratu Saa apo Shajat e Kiametit, vetëm se kemi përfunduar shajat e vogla, kemi përfunduar edhe me shpjegimin e Imam Mehdiut, cilësitë se si do duket Imam Mehdiu, për cilës familje do vjen Imam Mehdiu, koha për afërsisht se ku do del Imam Mehdiu, në vendin se ku do del Imam Mehdiu dhe kozgjatja e tina apo hetësia e tina në tokë se sot do ta ketë Imam Mehdiu. Pas Imam Mehdiut, autorin libër vetëm se e radhit çështjen e daljes së Dejjallit. E kemi përmend disa herë se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend hadithin për gjithë shajat e mëdha të Kiametit, asnjëherë në asnjë transmetim nuk është që shaja e parë e njëjta. Nëse ne fillojmë me Dejjallin, nuk do të thotë se Dejjalli do të jetë ai i pari i cili do del. Por ajo se çka kanë përmbledh dietarët është se në përputhje me argumentet, edhe në përputhje me ngjarjet të cilat do ndodhin në kohën e fundit, pas Imam Mehdiut, ai i cili do të vjen është Isa alayhis salam, edhe pastaj Dejjalli apo Dejjalli dhe Isa për të njëjtën kohë, vetëm se të dytë në kohë të kundërt të tokës. Ajo se çka është më saktë, edhe pse prapë të shajat e Kiametit nuk mundna me kru një përkufizim se me thonë se që kjo do ndodh, pas kësaj do vjen kjo, pas kësaj do vjen kjo, por se pas Imam Mehdiut do të vret vetëm se Isa alayhi salam. Autori i librit e përmend çështjen e daljes së Dejjallit, apo në shumicën e librave si shkruhet edhe përmendet El-Mesihu ad-Dajjal. E ka përmend Kurtubiu se çështjen e kuptimit se çka i vjen fjala El-Mesih. Kur ne thëna Mesihu ad-Dajjal, çka i vjen fjala Mesih? Kurtubiu ka përmendur se dikon 23 fjalë, të cilën kanë ardhur në transmetime të ndryshme, 23 transmetime, 23 kuptime, të cilat e tregojnë se çka i vjen fjala Mesih. Çështja e fjalës Mesih i ka dy kuptime. Ajo çka është më saktë është se fjala El-Mesih vjen në dy kuptime, edhe në dy variante, të cilat këto dy kuptimet janë të kundërta. E para është as-Siddiq, që fjala El-Mesih është as-Siddiq, i sinqerti, i ndershmi, edhe i drejti, edhe tjetra vjen në kuptimin e Dillil el-Kadhab, e që është i devijuari, devijanti, mashtruesi dhe gënjeshtari. Shtrohet pyetja se pse fjala El-Mesih me pas të dy kuptime, e që të dy kuptimet janë e kundërta e njëra tjetrës. As-Siddiq, i sinqert, i ndershëm, i drejt, edhe ad-Dillil me konën i gënjeshtar, mashtrues edhe rënësak. El-Mesih i thonë edhe Mesihu Isa ibn Maryam, që e ka përmend vetë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, ku i thot atje në Sura Al-Imran, i thot Maryamës, i thonë Maryamës se na kena me të përgëzuar ty me një djalë që Allahu subhanahu wa taala ka thënë Mesihu Isa ibn Maryam, Mesihu Isa djali i Maryamës. Mesihu Isa është Mesih, këtu e ka kuptimin e as-Siddiq, e që është me Isa alayhis salam i sinqerti dhe Isa alayhis salam i drejti dhe i ndershmi. Pastaj vjen fjala ad-Dillil, e ku vjen është fjala për Dejjallin, mallkimi Allahu qof mbi të. Fa Isa Mesihu al-Huda. Prandaj thot autori se Isa alayhis salam është i drejti, i sinqerti, i udhëzimit. Mesihu al-Huda është ai i cili do ta bën udhëzimin prapë te njerëzit. Mesihu al-Huda është i drejti, i cili do ta bën udhëzimin edhe do të zbret drejtësia dhe mëshira në tokë në kohën e Isës alayhis salam. Wa yuhyi al-mauta bi'idhnillah. Isa alayhis salam është ai i cili për mrekullive tina, për mucizave tina ka qenë që i kanë gjallë ata të cilët ishin të vdekur në kohën e tina. Wa ad-Dajjal la'anahu Allah, pastaj Dajjalli mallkimi Allahu qof mbi të, është Mesihu ad-Dalala. Është gënjeshtari i cili ka me epru e fitnën të njerëzit.
është gënjeshtari apo është mashtruesi apo është i devijuari, i cili vetëm se ka me vazhdu edhe me i deviju njerëzit me ajit, do thot me cilësitë edhe me argumentet të cilat kanë mërqin të aj, ka inzali notar që për cilësive tina apo për çështjeve të cilat ka me i pasur të gjallë në udhëhecinë e tina, do të jetë edhe zbritja apo lëshimi i shiut tokë e ihyaul ardi bil banat, edhe ngjallja e tokës me bim, ato tokë të cilat janë të thata, vetëm se ka me pasur mundësi që me i bin, e gjitha kjo është fitnë për njerëzit e asaj kohe të cilët do të jetojnë në kohën e dëxhallit, është për fitnë më të rona që e kanë përmend të gjithë pejgamberët, saqë transmetohet në hadithe se nuk ka pas pejgamber që ka Allah subhanahu wa taala e ka dërguar te populli i vet, e ai nuk i ka kërkuar popullit tina që me vazhdu dhe me kërku falje prej dëxhallit, apo me kërkuar mbrojtje prej dëxhallit, prej fitnës dëxhallit, për shkak fitnës madhe e cila ka më kon ajo. Kur vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si pejgamber i fundit, edhe vula e pejgamberëve, edhe na si ummet i tina i fundit, vetëm se jena ummetit të cilën kena me përjetue fitën e dëxhallit. Pastaj vazhdon edhe thotë se wa ghayruhuma min al-khawarij, që kam i pasur dëxhallit pe çështjeve të cilat kam i përdorur tek njerëzit, janë fitën e mëdha që kam i përdorur vetëm për me deviju njerëzit nga rruga Allah subhanahu wa taala. Wa summiya ad-dajjal masihan liana ihda aynayn mamsuha. Një prej kuptimeve të tjera, përveç se Mesihi e pat kuptimin si i devijuari, si gënjeshtari, si ai i cili ka më mashtruar njerëzit, një prej kuptimeve të tjera që el Mesih është ai i cili e fshin diçka. Mes i thonë me marrën mes, me e prekën kokën kur marrën abdes. Mes i thonë edhe vesh me e fshije që të komës, me e fshije diçka tokën. Mesihu ad-Dajjal ka marrë ku emrin edhe për shkak se për 40 ditë sa do të jetë ai tokë, ka me prek këtë tokën, çdo vend tokë vetëm se ka me ecën, edhe ka me mundue që me përhapën fitnën e tina me deviju njerëzit. Kjo është një prej kuptimeve që pse Allah subhanahu wa taala, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëxhallin e kanë thënë me emrin Mesih. Tjetri kuptim se pse quhet dëxhalli me emrin Mesih është se njëri prej syve tina është vetëm se i fshin edhe nuk e ka. Kur thënë se dëxhalli është me një sy, nuk duhet me kuptuar se ai ballën e tina ka vesh një sy në mes. Por se i ka të dy syt, por se njërin e ka çap. I ka të dy syt, por se njërin vetëm se e ka të shtërrur. Pastaj mana dëxhal, kuptimi i dëxhallit, pasi që Mesihu dëxhal fjalën, kuptimin e emrit Mesih na vetëm se e morën vesh, është tash na çka duhet me ditë është se çka i bën dëxhall. Kur vazhdojnë me thonë dikun e dëxhall, çka a është fjala veç për dëxhallin i cili ka me dalën në kohën e fundit, apo mund me thonë se edhe njerëz të ndryshëm mund me i cilësue me emrin e dëxhall. Vetëm se ka ardhur në kuptim se dëxhal e bair i bën kur vazhdon dikush me e bue me katran devën, apo me e fshije me katran devën e tina, idha talahu bil katran wa ghattahu bihi. Dëxhale i thonë katranit, dëxhale i thonë edhe të ziftit, ku vazhdon dikush me mshillën, me ziftin e me katranin e vet, devët të cilat i kanë bue më herët. O aslu dëxhal ma'nahu khalaq, edhe ndërsa baza e fjalës dëxhal është një diçka e cila i përvin çështjet, diçka e cila vazhdon me mshillën çështjet. Dëxhala idha labasa wa mawah, dëxhal është ai person apo çdo sen të cilin ti vazhdon me e fsheh ato apo me e pështjellën me diçka. Ky është kuptimi gjuhësor të cilin ne e kemi marrë. Përsa ajo të cilin është më e ditur te njerëzit, kur përmendet fjala dëxhal është yuktharu minhu al-kadhab wa talbis, që është personi i cili vazhdon me gënjye më shumë. Është personi i cili vazhdon me i fshehën gjërat më shumë. Azatu alaman ala al-masila wal al-kadhab, që në botë tek njerëzit fjala dëxhall e ka marrë kuptimin më të madh kur folë për dëxhallin është për atë i cili ka më dalë në kohën e fundit, i cili nuk do ta ketë njërin sy. Por se me fjalën dëxhall vetëm se kuptohet kur edhe njëri e fsheh të vërtetën edhe në mshillën me të kotën. Fjala dëxhall është personi i cili vazhdon me bue fitnë të mëdha të njerëzit. Dëxhall është edhe një person i cili e din të vërtetën edhe nuk e thot ato. Dëxhall është edhe një person i cili që të vërtetën të cilën e din ai, edhe nuk e thot, vazhdon me e mshtill me të kotën ato.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Edhe ju mos e fshefni asnjëherë të vërtetën me të kotën, e ju duke ditur të vërtetën, duke mshef atë, edhe vetëm se jeni të diqshëm për këtë vepër të cilën jeni duke e bërë. Edhe që ky person i cili e din se atë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, edhe e din atë se çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përveç se nuk vepron si persona, vazhdon edhe me e rrotulluar këto, edhe me i mashtruar njerëzit, edhe me ja mbështjell njerëzit vërtetën, edhe që ky person me një anë e ka kuptimin edhe e merr kuptimin edhe e merr cilësinë e dëgjallit. Dëgjall, dëgjale, dëgjalun ka në arabisht person i cili vazhdon me mashtruar shumë, jo i cili të mashtron një herë, dy herë apo tre herë, po i cili tërë jetën e tij e ka mashtrim. Dëgjall është ai i cili jo që të gënjen një herë, dy herë apo tre herë, por që tërë jetën e tij vetëm se e ka e mbi rrem. Dëgjall nuk është një person i cili ta ka bënë një fitnë 2 ose 3, por dëgjall është një person i cili ta jetën tonë vetë ka vazhduar me të bëjë fitnë. E që sot, kohën të cilën ne duke jetuar, kemi dëgjallat shumë. Kohën të cilën ne duke jetuar tash, kemi dëgjallat shumë. Qofshin dëgjalla në minber, që vazhdon me mbështjell njerëzve të vërtetën me të kotën, duke u kallëzuar aty duke i thirrur ata në rrugë të ndryshme të kufrit edhe shirkut, qofshin ata dëgjalla pe njerëzve të cilët nifën për besimtarë edhe vazhdojnë me u bë fitnë të tjerëve, qofshin ata dëgjalla të cilët vazhdojnë me i gënjye njerëzit, qofshin ata dëgjalla të cilët vazhdojnë me i mashtruar njerëzit, qofshin ata shefa, qofshin ata punëtorë apo çka do të qoftë, i cili e ka çet veti të mashtrimit apo e ka çet cilësi të gënjeshës, e ka një cilësi prej dëgjallit Allahu na ruaj prej fitnës tina. Pastaj sifatu dëgjall wala hadithu warid fi dhalik. Tash na folëm se çka është fjala Mesih. Edhe e tregum se çka i bën fjala Mesih. Edhe e tregum se çka i bën fjala dëgjall. Tash po e dinë na kuptimin e emrit tina. Ama ajo se çka duhet na me e ditën edhe më shumë për dëgjallin është me vazhduar me ditë cilësitë e tina. Cilat janë cilësitë e dëgjallit? Nëse Allah subhanahu wa taala e ka bue prej kaderit tonë, prej caktimit jetës tonë, që na me jetuar në kohën e dëgjallit, edhe me përjetuar kohën e dëgjallit, Allah na ruaj prej fitnës tina, duhet me i ditë cilësitë e tina. Nëse dikush thotë se tash që tu në mezhlis tonin ka me ardhur një person për i largë dhe ka me na kallëzu, ka me na marrë një ide shembull. Dikush ka me vetë për kush është ai, ku ka mësu ai, çish do këtë ai, çka fol ai, çish e njohin njerë, ka me vetë për cilësitë se kush është ky njeri. Pse? Se don me ditë se pikojnë apo me dituri. Ose nëse ti do të shku me lyp punë dikon me punu e dikon, ki me vetë për çfarë firmë. Çfarë është ajo firmë? Ai rrengoti punëtorëve, cilësitë asaj firme, ai janë korrekta, janë sinqerte, këto. Po dikush e do me mo për shembull një punëtor, ose dikush e lyp një nusë dikon vetë për prind, vetë për familjen. Kjo shkon që ti dosh me ditën cilësitë me çato që kemi pasur punë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë një herë në mesxhid aty në xhamin e vet, i ka thënë sahab rreth duke folën diçka. Edhe i ka thonë famat edhe këru. Po çka jeni të folë, çka jeni tu kujtoni një tjetrin, atë ja Rasulullah më kur ashatu sa. Po i dërgoi Allah, po i kujtojna shetë kiametit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i tregoi për diçka për të cilin nuk ka pas pejgamber që ka shkuar te populli i vet, edhe nuk e ka porosit popullin e vet që me kërkuar mbrojtje prej fitnës dëgjallit. Edhe pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pëshuar dëgjallin. Dëgjalli rajulun min bani Adam. Dëgjalli është një person prej bijve të Ademit alaihi salam. Lehu sifatun kathiratun ja'ala fil hadith. Dhe pse ky person pasi që ku ka pej bijve të Ademit a.s. Kërë person ka me pasën edhe cilësi. Wa tahdhiri min sharri që ka ardhur në hadithe për njerëzit që me i parajmëru ata dhe me i largu ata nga sherri do hatta idha kharaja arafahu al-mu'min. Por derisa kur del që ky dëgjalli edhe kur ti ja shef cilësitë se kush është që ky dëgjall, besimtari vërtet vetëm se e njeh ata edhe nuk mashtrohet prej tina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin se thotë wa min hadhihi sifat annahu rajulun shab. Për cilësive kryesore këtu duhet me ngu e mirë. Edhe këto cilësi duhet me vazhdu edhe me i mësu e mirë. Edhe çdo cilësi të dëgjallit, momenti që i mëson duhet edhe me ja kujtu vetës shpesh, me ja mësu edhe familjes tonë dhe shpesh, se kush është dëgjalli, me kujtu e vetën, me kërku mbrojtje edhe në sejdë
prej fitnës të Dajjalit, pasi që ti mësoj cilësitë edhe mi ditën ti cilësitë të Dajjalit, çdo herë që të vej dikush për Dajjalin ti më ka thonë po është ky ka të cilësi, i ka çdo cilësi edhe ka me dalën gjithku. Hadhi sifat Dajjal huwa rajulun shab, Dajjali është një person, një djalë i ri. Shab në arabisht i thonë një djalë i ri rreth moshës 16 deri në 20 apo 24 vjet. Është shab i cili është i ri hala. Shabun ahmar i cili ka likur të kuqe. Apo na po rrezona ose zhut. Është i kuq, me likur të kuqe. Qasirun edhe është i shkurt. Djalë i ri me likur të kuqe edhe me trup të shkurt. Afhaju edhe është mendje madh, është krye lart. Është krye lart. Jadur ras i cili vetëm se ka flokët më dhaja shumë edhe ka çorrela. Një djalë i ri, me lëkur të kuqe, i vogël me trup, me ndjemal shumë, kryenal shumë, edhe flokët më dhaja edhe ka çorrela. Ajlal jibha edhe e ka ballin e gjershëm. E që në mesin e ballit tina i ka ndame edhe flokët e tina që i bin përpara. Ka ballin e madh edhe ballin e gjon shumë. Aridun naha edhe ka shpatull të madhe shumë. Shpatull e gjerë shumë. Mamsuhul ayni yumna edhe synin e djathtë tina vetëm se e ka të fshin. E ka të shirë. Wa hadhi al-aynu laysat binati wala jahra kanahu inatun tafiyatun. Edhe që syni ishte që ky syni çorr me thonë kështu, vetëm se e ka të shtirë edhe e ka të shtrim, të rrafshët, sikur se me e pasën një rrusht thatë mrena tina. Nuk është sy i gjakës. Nuk është sy i cili i dokët atina që është tamam sy me gjak, por se është sy i rrafsht, sikur se me e pasën një rrusht thatë në vend të synit. Kana hina batun taifetun wa aynuhu yusra alayha dhufra. Edhe vetëm se ndërsa me synin e majtina, edhe sa i vazhdon me pa. O mektubun bejna ajnejhi ke ra. Edhe në mesin e syve tina. Pasi njënja ka të shterur, edhe me njënin shë, e që në disa transmitime ka ardhur se të majtin e ka të shterur, dhe sa me djathtin shë, Allahu alem, në mesin e syve tina vetëm të shkruan ke re ndamas. Kef, fe, edhe ra. Transmetime tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur se i shkruan kafir në gjithëm. Wa yakrauha kullu muslimin katibin wa ghayru katib. Edhe që fjalën kafir apo kafir ka me e lexue çdo besimtar. Ka me mujtën me lexue çdo musliman i cili din shkrim lexim apo nuk din shkrim lexim, i cili din arabisht apo nuk din arabisht. Kjo është prej mundësive që vjen pastaj shpjegimi se pse çdo njeri ka me mujtën me lexue kafara në mesin e syrit. Wa min sifatihi annahu aqimun la yulad lahu, edhe për cilësive tjera të Dajjalit është se ai është steril edhe nuk ka me pasën familje, nuk ka me pasën fëmijë që kanë me lindën prej tina. Këto janë cilësitë e Dajjalit. Një djalë i ri, me lëkur të kuqe, i vogël me trup, kryenal shumë, me ndjemal shumë, me ballin e gjon, flokët më dhaja edhe kaqorrela shumë, me gjyksin e gjon, njënin sy që ka në syrin e djathtë të shterën, të rrafshët, pa gjak, e sikur se me e pasën një rrusht të thatë në syrin e tina, edhe pastaj Dajjali është aty atyre që në mesin e syve tina i shkruan kafir që ka me e lexuar çdo musliman i cili din shkrim lexim apo nuk din shkrim lexim, e që pastaj për cilësive tjera të Dajjali është për atyre personave që nuk mujnë me pasën fëmijë asnjëherë. Wa hadhihi ba'du al-hadith sahiha. Pastaj për këto cilësi të cilat ne i përmendëm, vetëm se ka ardhur në transmetime hadithe të sakta se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë an Ibn Umar radiyallahu anhu me transmetuar për Ibn Umerit, Allahu qoftë i kënaqur me ata të dy, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se përderisa unë isha në shtëpinë tëm duke pushuar duke flej, fa dhakara annahu ra'a Isa ibn Maryam thumma ra'a Dajjal, edhe në ëndrrën e tina vetëm se e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Isa alaihi salam, pastaj e ka pa edhe Dajjalin, fa wasafahu fa qal,
Edhe masi që e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Dajjalin në ëndrrën e tina, pastaj del edhe ja tregon cilësitë e tina sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Fa idha rajulun jasim, ai vetëm se është një person shtatshkurt, ahmarun ja'adur ras, i cili ka lëkurt kuq është i kuq kështu, edhe ka e flokët mëdhaja shumë adarul ain, e që njonin sy e ka të shterën, kene hu ainu e inë dhe të tajfetën, si kurse me e pasën një rrësht të vogëlt edhe të thatë në syrin e tina. Në hadithin tjetër ka ardhën, transmetopi Ibn Omerit, prapë Allah qoftë i kënaqur me ata të dytë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhakara ad-dajjal bayna dhahrani an-nas fa qala inna Allah ta'ala laysa bi'a'war. Kur del Dajjali dijeni se Allah subhanahu wa ta'ala nuk është i verbër, Allah subhanahu wa ta'ala nuk e ka një sy të shterur. Ala wa inna al-masih ad-dajjal a'warul 'ayn al-yumna, e padyshim se ai i cili ka syrin e shterur dhe është i verbër vetëm se është Mesihu Dajjal, e cili nuk e ka syrin e djathtë, kana 'aynuhu inabatun tafiyatun. Wa fi hadith an-Nuwas, pastaj ka ardhur në hadithin e Nuwasit se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innehu shabun qatatun, ai vetëm se është një djalë i ri me flokë të mëdha shumë, edhe ka qurrela aynuhu tafiyatun, e që njëri sy e ka të shterun, kan yashbihu bi Abdil Uzza bin Qatan, sikur se ai ngjason me një prej djemve të fisit El Uzza bin Qatan. Vjen shpjegimi edhe i kësaj sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur këtë fest momentin kur e ka përshkruar Dajjalin. Hadithi tjetër që vazhdon me përshkruaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Dajjalin është hadithi pej Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna masihu ad-dajjal rajulun qasir. Padyshim se Mesihu Dajjali është një person me shtatën shkurt apo i vogël me trup, afjau ja'adun a'war, i cili është shumë krye nalt, me gjoksin e gjumë shumë, me baltu gjumë shumë, edhe është me njërin sy të shterur, me të musul ajni, lejse bineti wala gjuhra, e që në syrin e tina nuk ka pika gjaku që me thonë se ju ka qerru hanez, por se vetëm se pe fillimit tina, pe fillim të krijimit tina, Allah subhanahu wa taala ja ka shter njërin sy, fa in elbese alejkum, e nëse ju del juve në kohën se ku ju jeni duke jetue, fa'alemu anna rabbakum laysa bi'a'war, dijeni se Allah subhanahu wa taala nuk është me një sy të shterur. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadithe e përmend se nëse ju del juve Dajjalli edhe ka një sy të shterur, dini se Zoti ju nuk është i shterur. Dajjalli kur del ka me e thirr vetëm për Zot. Dajjalli kur del te njerëzit ka me i thirr njerëzit me e besu ato. A don shi ka me lëshu e shi. A don pasuni ka me dhënë pasuni. A don me ta ngjall dikon ka me ta ngjallun dikon. A don me e pa çto kënë e pa çato. A don që to ka me pasën bim ka me pasën to ka bim. Ai që si beson Dajjallit ka me shtirën to ka me pasën pasuni ka me pasën një shtir, hadithet e cilat do të transmetohen do të transmetohen masanena. Prandaj pasi që ka me thirrën në hyjnin e tina, ka me thirrën që ai është Zot edhe vazhdon me ja u bën njerëz këto fitne. Njerëzit kanë më mashtruar maslina, edhe kanë menduar që po kjo ka Zot. Naudhu billah. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur del Dajjalli edhe ka njërin sy të shterë, dijeni se Zoti ju vetëm se Zoti ju nuk e ka një sy të shterë. Zoti ju nuk i ka një sy të shterë, e ka përkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Wa fi hadithi Hudhaifa, në hadithin tjetër e transmetuar prej Hudhaifës, Allahu qoftë i kënaqur me të, vetëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ad-dajjal a'warul 'ayn al-yusra. Dajjalli është për atyre që syrin e majt e ka të shterur. Ky është transmetimi i vetmi transmetim që vjen se Dajjalli e ka syrin e majt të shterur. Pastaj vjen komentimi i kësaj. Wa fi hadithi Anas, në hadithin e Anesit radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë wa inna bayna 'aynayhi maktubun kafir. Edhe në mes e syrit të Dajjallit vetëm se shkruan kafir. Në mes e syrit të Dajjallit shkruan kafir. Wa fi riwaya thumma tahajjaha kaf fa adara. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka thënë këto kafir, ka vazhduar me thonë shkrim për shkruajnë kaf fa adara, yakrauhu kullu muslim, që ka me lexuar çdo njeri prej muslimanëve. Dikush mund të pyetën, çish mund të me lexuar kafir arabisht çdo njeri prej muslimanëve, edhe ai që nuk din shkrim lexim, edhe ai që nuk e din arabishtën, edhe ai që nuk e din shkruajnë.
Kjo është prej mirësive edhe prej mëshirës Allahut subhanahu wa taala. Që në kohën e fundit, kur del dëgjallit e njerëzit, vetëm se Allahu subhanahu wa taala ja bën të mundur çdo besimtari i cili në zemrën e tij, në gjoksën e tij ka një kokë e imanit. Besim në Allah subhanahu wa taala ja bën të mundur që ky person me mujt me lexue me fillet të dëgjallit kafir edhe mos me i besu atina. Edhe mu largue prej tina. Prandaj e përmend Imam Nawawi Allahu më shëroft në Sahih se alladhi alayhi muhakkikun, edhe në ato të cilët kanë ardhur të gjithë dia thonë anna hadhihi alkitabatu ala zahiriha, sepse ky shkrim sipërfaqësisht është wa anna kitabatun hakikiyatun, sepse kjo ka me konë në shkrim me të vërtetë që ka me shkruar kafir dëgjallit, ja'alaha Allahu ayatan wa alamatun min jumlatil alamat, e Allahu subhanahu wa taala e ka buen një prej argumenteve edhe një prej ajeteve tina që besimtarët me e ditë se kush është dëgjalli, edhe me e dalluar se kush është dëgjalli. Prandaj edhe me ditën se ky ka ai i cili na ka paralajmëruar vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadith Imran bin Husayn, hadithin Imran bin Husayn radhiyallahu anhu, ka ardhur thot Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë ma bayna khalqu Adam ila qiyam as-sa'a khalqun akbar min ad-dajjal, se nuk kam e pasur prej Ademit alayhis salam. E deri në kohën e fundit, derisa të bëhet kiameti, krijesë më të rëndë, edhe krijesë më të madhe se diçka se sa dëgjallit e cilin Allah subhanahu wa taala ka krijuar edhe ka bërë fitnë për njerëz, Allah na ruaj prej fitnës tina. Prandaj hadithet që transmetojnë për dëgjallin nuk janë hadithe që na veç duhet me i lexuar tash. Edhe duhet me i shpjeguar këtu, edhe sa mos me shtie vetën në kategorinë që tash ti momentin që e harrojnë hoxhallarët përmendjen e dëgjallit vetëm se çat kohë do del, edhe me vazhdu se po na kena moj dersin atë ditë, edhe i kena kaluar ato minuta atë ditë, ama nesër çka kena fol nuk e dinë çka kena fol. Mafnijave çka kena fol për dëgjallin nuk e dinë çka kena fol për dëgjallin. Mafnimuj çka kena cilën cilësitë e dëgjallit nuk e dinë asnjë anis, cilësitë po e ka një syçok. Po kjo është e ditë me tekret. Mësimet edhe hadithet për dëgjallin duhet me vazhdu me i marrën seriozisht. Edhe me mësua seriozisht. Po shështë se vetë pejgamberi sallallahu alaihi ka thonë se nuk ka fitnë më të madhe që ka me i ndodhë umetit tem se sa fitnja e dëgjallit. Se sa fitnja e dëgjallit. Prandaj duhet çdo njeri për ne me vazhdu çdo herë me ja kujtu vetës. Edhe me bëhet duan sejdet kur bëhen namaz, Allahumma inni a'udhu bika min fitnati dajjal, o Allah, unë kërkoj falje edhe kërkoj mbrojtje prej fitnës të dëgjallit. Hadithi tjetër që vjen wa amma anna ad-dajjal la yuladu lahu, se dëgjalli nuk ka me pasur fëmijë, falamma jaa fi hadithi Abi Sa'id al-Khudri fi qissati Ibn Sayyad, vetëm se ka ardhur se në tregimin e Ibn Sayyadit ennehu la yuladu lahu qala qultu bala alasa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a nuk e ka zgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë se dëgjalli nuk ka me pasur fëmijë dhe nuk ka me lindë askush prej tij, thot bala gjithsesi se nuk ka me pasur fëmijë ai. والملاحظة في الروايات السابقة أن في بعضها وصف عينه اليمنى بعور. Ajo të cilën e përmendën se në disa transmetime ka ardhur se syni i djathtë i tina është i shterur, e në disa transmetime tjera ka ardhur se syni i majtë i tina është i shterur, të dy hadithet janë të sakta. Por sa që shkon Imam Muslimi, edhe Ibn Hajeri, edhe një pjesë e madhe e dietarëve është ajo e cila është më sakta është hadithet e cilat kanë ardhur se syri i djathtë i tina është i shterur, ndërsa shef vetëm me syrin e majtë. Tjetra pikë që cilën vazhdon e përmend autori është hel dajjal hayy, a është dëgjalli njët edhe a jeton tash, wa hal kana mawjudan fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam, edhe a u konën prezent në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para se me shkrutë përgjigjja e sajna, vetëm se në mesin e kësaj ngjarje përmendet një ngjarje e një personi tjetër që është Ibn Sayyadi, e të cilën do ta vazhdojmë anë sepse është ngjarje pak më e gjatë. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që më na bëj për atyre të cilët kërkojnë çdo herë mbrojtje prej fitnës së dëgjallit. E lutim Allahun subhanahu wa taala që
Nëse Allah e ka bë pe kaderit tonë që na më kon kohën e tina, Allahu na bë besimtar të qëndrueshëm në fenë e tina. Elusim Allahun subhanahu wa taala që më na ruaj prej çdo fitnë në të cilën kohë të cilën na jetojna. Elusim Allahun subhanahu wa taala që më i forcoj zemrat tona në iman dhe në bindje ndaj tina. Elusim Allahun subhanahu wa taala që gjithë neve na bë banor të xhenetit Firdaus, atje ku do të jenë pejgamberët, me shahidat, me njerëz e sigjet, me njerëzit e mirë, e ku ka shëshim më të mirë se ta, aqulu ma tasma'una wa la khalfa. واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.